Përshëndetje, jam Bakiu dhe siç e dini, jam usta guri. Sot në këtë mini kurs do ju tregoj praktikat bazë të punimit të gurit. Këtu pranë kam gurët, kam këtë lloj guri i cili është që unë përdor më shpesh. Ky është një gur mali, gur i egër, por që do shumë punë që të marrë formën e duhur. Pastaj kemi edhe një gur tjetër dhe ky gur mali, natyral, i vështirë edhe ky, por që themi ne haç që kiç. Pastaj është dhe ky. Kemi shumë lloshmërish gurësh. Ai do flas pak për veglat e punës, të cilat na duhen patjetër që të bëjmë një punim me gur. Së pari duhet kjo, quhet varre, ose çekiç i madh, i rënd, po, kjo varre është 5 kg, po ka edhe më të mëdhenj. Pastaj na duhet çekiç i vogël i cili ky i jep formën e duhur gurit. Nga 1 gradë në maj për të këdhendur gurin. Këtu. Në videot e radhës do t'tregoj praktikën, mënyrën se si goditet guri. Pastaj duhet një dalt guri, e cila është domosdoshme. Kemi dhe nivelin, por është shumë e rëndësishme, shumë e domosdoshme për një usta guri që të ketë një si kjo, plumçe. Duhet gjithashtu dhe mistria. Tani do flasim edhe për mjetet mbrojtëse. Duhet me patjetër që kur gdhendim gur të kemi syze, si këta. Doreza, ose dorashka, si unë të quani. Dhe kapel. Mundësisht kjo të jetë një tip mbrojtëse nga sipër, si skafan. Në videot e radhës do mësojmë praktikat si gdhenet guri, si dhe në një video speciale do mësojmë si përdoret kjo plumçja. Më ndihni. Faleminderit.